E nëse njeriu mendon se ka mundësi që të hike, edhe mos ndëshkohet, mos të arron, se ndëshkimi i tij do t'i vijë. Ata do të tentojnë që të dalin, do të tentojnë që të hikin unë e ceka. Mirë pash problem, do të qajnë, kur e shohin se s'ka shpëtim, do të fillojnë që të qajnë, edhe të qajturit të tyre është ndryshe, sepse di se për ta nuk ka shpëtim dunjë, ndodh diçka, pendohesh qan, ndryshon gjendja, përmisohesh. Mirë pa që s'ka, qan, vazhdimisht, nuk ka më kthim, nuk ka më ndryshim. Ashe për gjithmonë, kjo është më e keqe, kjo është pikëllimi më i madh për ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se banorëve të xhenemit ju lishohet të qarit, fillojnë që të qajnë, derisa nga të qarit e tepër do që ndalen lotat e tyre. Do të fillojnë pastaj që të lotojnë gjak. Edhe nga lotat e tyre të shumë të cilët do t'i nxjerrin, do që u bëhen sikur se e ndeqin në fytyrat e tyre. Ku thot pejgamberi Allahut, nëse e merr një anije dhe lishon që të lundrohet, do të lundron. Para mendone, një anije e madhe ta lishosh në për fytyrën tënde, do të bëhen asnjëherë ndeqje, që nëse e lishon një anije do të marrë dhe do të lundrohet. Para mendone si do të qetë të qarit e tyre, edhe sa shumë do të qetë të qarit e tyre. Ata vdesin, a do të pushojnë ndonjëherë? Asnjëherë kur. Thot Allahu subhanahu thot la yamutu fiha wala yahya. Thot as nuk do të vdesin, as nuk do të jetojnë. Ashtu në vazhdimsi, ndëshkim edhe ndëshkim, do të shkojnë do t'i thojnë Malikit. Mbrojtës rojës të xhenemit, do t'i thojnë o Malik, shko thuj Zotit tanë, shko thuj që t'na lehtësoje pak ndëshkimin. Mirë po Maliku, meleku i apo roja e xhenemit do t'i thotë se kjo është ndëshkimi juve. Ju e keni meritu sot këtë, edhe për këtë sot do qeni këtu. Kjo është ndëshkim, Allahu askujt nuk i ban padrejsi.